Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndaluar dhe për të komentuar mbi ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek dyshja më fantastike, tek personazhet që në fakt na kanë bërë që të jemi sa më afër tyre, që t'i duam, që të familiarizohemi në një farë mënyre me to. Luizi edhe Kiara. Luizi dhe Kiara, dyshja që ju e doni më së shumti, janë temë e pa diskutueshme e rrjeteve sociale, janë, le të themi, tema më e përfolur. Të gjithë duan të dinë për to. Si qëndron marrëdhënia e tyre, si janë raportet e tyre dhe çfarë po ndodh me Luiz Eilin. Luizi dhe Kiara, si përfund në fakt sezonit veror, kanë përzgjedhur edhe një pushim të vockël ta bëjnë brenda Shqipërisë, sepse kanë patur ca tituj që kam lexuar që janë jashtë vendit. Jo, ju siguroj që janë brenda Shqipërisë, do të thënë kanë vendosur që të ikin një fundjavë të bukur bashkë me Lunën edhe vetë si çift ato, për të rimarrë energjinë e re dhe për të nisur fuqishëm me sezonin e ri në televizionin Top Channel. Për herë të parë, Luiz Eilin do ta kemi në një dimension krejtësisht ndryshe, në një dimension krejtësisht të ri, në një dimension që në të vërtet ne nuk e kemi parë dhe nuk jemi mësuar që ta shohim ndonjëherë Luiz Eilin. Unë nuk e dyshoj që Luizi do të jetë i shkëlqyeshëm në dimensionin e moderatorit, do të thënë atë emisionin që do ta bën vet ai. Tani çfarë po ndodh me Luizin? Luizi ka nënshkruar një kontratë në televizionin Top Channel, do të thënë Live me Luizin është emision i cili ka ardhur si regji e Luizit, do të thënë në tavolinë është shtruar nga ana e Luizit. Këtë informacionin e ka thënë edhe në intervistën me mua, që do të thënë ka qenë dëshira e Luizit për të bërë një emision të bukur, një emision viral, një emision të ndjekur dhe duke e parë do të thënë se çfarë influencë ka Luizi në shoqëri dhe se sa e duan Luizin, televizioni Top Channel ja ka ofruar mundësinë e gjithë realizimit të këtij emisioni që realisht nuk është një emision i thjeshtë. Tani, pasi që është përfolur shumë, do me thënë, edhe për Kiarën dhe për Portokallin, që do të ketë rikthim Agron Llakaj, që Xhemi Sheu mund të rikthehet në Portokalli, do me thënë, bashkë me Agronin, të rikthehen në atë kohën e vjetër që kanë qenë nostalgji etj. Pikpyetja është a do të jetë Kiara pjesë e Portokallis, por unë nuk e dyshoj që Kiara do të jetë në rolin e moderatores dhe do të jetë e shkëlqyer, sepse mendoj që Portokallia pa Kiarën nuk ka fare esencë dhe Portokallia pa Kiarën nuk ka fare vlerë. Për mendimin tim, Kiara duhet të vazhdon në Portokallia dhe pse realisht Kiara nuk e ka përfolur fare, por me patjetër që Kiara do të jetë pjesë e Portokallis. Dyshja janë pjesë e Top Channel-it, do të thënë janë pjesë e emisioneve, tashmë kanë përzgjedhur që të qëndrojnë bashkë me njëri tjetrin të argëtohen për të ardhur më fuqishëm se kur. Si e komentoni ju këtë lajm që në fakt ka bërë pak lëvizje te publiku, shumica mendojnë që Kiara nuk do të jetë në Portokalli, komentojnë Luizin. Luizi do të cilën një super emision, më thënë emision që ju nuk e keni parë, një emision që do të ketë personalitete që do të jenë edhe një farë forme rikthim në skenë.